Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gjykata themelore Prishtinës edhe në rigjykim e ka dënuar me 13 vjet burgim të akuzuarin për krime lufte në Izbic, Muhamet Ali Demaj. Gjykata themelore në Prishtinë më 12 korrik 2024 e pati shpallur Ali Demaj fajtor dhe e pati dënuar me 15 vjet burgim. Por gjykata e apelit e ka kthyer rastin në rigjykim. Në aktgjykimin e shkallës së dytë thuaj se në të mungojnë arsyet për faktet vendimtare që nuk janë vlerësuar në mënyrë të plotë. Sipas aktakuzës, i pandehuri më 28 maj të vitit 99 në bashkëkryerje me persona të tjerë të forcave serbe ka marrë pjesë në masakrën e Izbicës. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka autorizuar Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, për grumbullimin dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për kryerjen e veprave penale kundër të drejtave të votimit. Gjatë këtij procesi ekzistojnë dyshime se janë evidentuar parregullsi, përkatësisht mospërputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pas përfundimit të numrimit të votave në komunën e Podujevës. Tutje theksohet se Prokuroria themelore në Prishtinë dhe Policia e Kosovës mbeten të përkushtuara në luftën kundër kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien paradrejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin. E paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 7 ankesa lidhur me publikimin e rezultatit përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për të gjitha ankesat e pranuara, PZAP do të vendos brenda fatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. PZAP njofton se 5 ankesa janë pranuar nga subjektet politike dhe 2 ankesa nga një kandidat për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës për legjislaturën e ardhshme. Misioni OSBE-s në Kosovë thekson se është njoftuar se lista serbe ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Misioni thekson nevojën për respektim të plotë të standardeve ndërkombëtare zgjedhore, në veçanti publikimin transparent dhe gjithëpërfshirës të rezultateve zgjedhore, si një mjet për të siguruar siguri juridike dhe trajtim të barabartë për të gjithë garuesit zgjedhor, thuhet në reagimin e OSBE-s. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, po qëndron në Washington. Sipas njoftimit, Haradinaj është i ftuar për të marrë pjesë në aktivitetin tradicional lutjet e mëngjesit, ku marrin pjesë lider politik dhe institucional nga mbar bota. Sipas njoftimit, Haradinaj do të zhvillojë takime në Kongresin Amerikan dhe në institucione të tjera në Washington, ndërsa do të mbajë edhe një fjalem në Capitol Hill. Në fokus të këtyre takimeve pritet të jenë partneriteti strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, forcimi i marrëdhënieve bilaterale, çështjet e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimi transatlantik, me theks të veçantë në antarësimin e Kosovës në NATO, ka njoftuar AAK. Ish presidenti Atifete Jahjaga ka hedhur poshtë raportimet që e lidhin emrin e saj me dosjen Epstein, duke i cilësuar ato si tërësisht të pabaza dhe të pavërteta. Përmes një sqarimi në Facebook, Jahjaga ka theksuar se gjatë mandatit të saj si presidente e Kosovës nuk ka pasur asnjëherë njohje, takim apo çfarëdo kontakti me Epstein. Sipas tij, çdo pretendim për një lidhje personale apo institucionale është i pavërtetë dhe nuk mbështetet në asnjë fakt, dhe se kjo mund të vërejhet lehtësisht nga vetë dokumentet e publikuara. Forca e Sigurisë së Kosovës ka realizuar kursin Combat Lifesaver, e cila ka për qëllim përgatitjen e personelit ushtarak me njohuri dhe shkaftësi bazike dhe të avancuara mjekësore për të ofruar kujdes urgjent dhe efektiv në fushbetej bazuar në standardet e NATO-s. Kursi i realizuar në qendrën e trajnimeve të regjimentit të mjekësisë të komandës logjistikës sipas FSK-s ka synim rritjen e mbijetesës së të plagosurve.
Zyra e regulatorit për energji ka shqyrtuar të hyrat dhe tarifat e operatorit të nominuar të tregut të energjisë elektrike, të cilat kanë mbetur të pandryshuara pas votimit nga bordi i zërres, ndërsa me 5 vota për Korporata Energjetike e Kosovës është rizgjedhur edhe për një mandat 3 vjeçar si furnizues i mundësisë së fundit pas dështimit të 2 proceseve të ndëruese. Lista tarifat NIMOS për Kosovën propozojnë me qenë e pandryshuar, krahasuar me periudhën paraprake, dhe vazhdojnë më apliku për tregun deri e market dhe ndërvitor. Tarifat e Alpexit do të sqaruar se aplikohen vetëm për shërbimet ndaj anëtarëve të bursës, përfshirë tarifat vjetore, tarifat administrative, tarifat variabel tregtimit dhe klerimit. Pra këto tarifa nuk përfaqësojnë çmimet e energjisë elektrike në bursa, pasi që këto çmime tregut formohen në mënyrë automatike nga platforma e tregtimit bazuar në ofertat dhe kërkesas e pjesëmarrësve në treg për çdo ditë dhe për çdo orë. Nesër mbyllet afati për skemën e granteve për energji të pastër të ndërmarrjeve prodhuese dhe përpunuese, nga e cila skem bizneset do të përfitojnë deri në 20.000 euro për një masë të vetme dhe deri në 25.000 euro për masa të kombinuara. Sipas njoftimit të Ministrisë së Ekonomisë, thirrja u dedikohet ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme, si dhe ndërmarrjeve të mëdha që nuk përfitojnë nga tarifat e rregulluara të energjisë elektrike. Projekti në vlerë prej 1 milion eurosh është financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut. Pas rreshjeve të borës dhe ngricave në segmentin e rrugës Mon Balaj në lagjën Kodra e Trimave, Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Infrastrukturës kanë dhënë deklarime të ndryshme lidhur me përgjegjësinë për mirëmbajtjen e këtij segmenti. Komuna ka thënë se kjo rrugë është në përgjegjësi të Ministrisë së Infrastrukturës, por për shkak të situatës së krijuar mbrëm nga moti, ka ndërhyrë duke theksuar se siguria e qytetarëve është prioritet absolut. Ndërkohë, ushtruesi i detyrës së ministrit në detyrë Hysén Durmishi ka deklaruar se segmenti Mon Balaj është në kompetencë të Komunës së Prishtinës, pasi sipas tij komuna ka ndërhyrë duke vendosur pengesa në këtë pjesë të rrugës. Ai ka sqaruar se përgjegjësia e Ministrisë së Infrastrukturës përfshin segmentin rrugor nga Bernica në drejtim të Komunës së Podujevës, ku edhe ka filluar realizimi i projektit të rrugës Prishtinë-Podujevë. Izraeli ka rihapur me kufizime pikën jugore kufitare të Gazës me Egjiptin në qytetin Rafah. Izraeli rihapi kufirin mes Gazës dhe Egjiptit të hënën për njerëzit që kalojnë në këmbë, një veprim që do t'u lejonte palestinezëve të largoheshin nga enklava ose të hyjnë ata që duan të kthehen. Rihapja e pikës kufitare të Rafas do të jetë kufizuar pasi Izraeli kërkon kontrolle sigurie për palestinezët që hyjnë dhe dalin. Izraeli dhe Egjipti pritej të vendosnin kufizime në numrin e udhëtarëve. Izraeli pushtoi pikën kufitare në maj të vitit 2024 rreth 9 muaj pas fillimit të luftës në Gaza, e cila u ndalua në mënyrë të pasigurt nga një armpushim i tetorit i ndërmjetësuar nga Donald Trump. Rihapja e Rafas ishte një kërkesë e rëndësishme sipas fazës së parë të planit më të gjerë të Trumpit për të ndaluar luftimet mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Një zyrtar izraelit i sigurisë tha se ekipet evropiane të monitorimit kishin arritur në pikën kufitare, e cila tani është e hapur për lëvizjen e banorëve si për hyrje ashtu edhe për dalje. Në 9 muajt e parë të sulmit izraelit në Gaza, i nisur pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 në Izraelin jugor, palestinezët në përgjithësi arritën të iknin në Egjipt përmes pikës kufitare të Rafas. Zyrtarët palestinezë thonë se rreth 100.000 palestinezë janë larguar nga Gaza, që nga fillimi i luftës shumica e tyre gjatë 9 muajve të parë. Disa u sponsorizuan nga grupet e ndihmës, ndërsa të tjerë u paguan rishfete palëve në Egjipt për të siguruar leje për t'u larguar. Mbyllja më vonshme e Rafas ndërpreu një rrugë të rëndësishme për palestinezët e plagosur dhe të sëmur për të kërkuar kujdes mjekësor jashtë Gazës. Disa mijëra janë lejuar të dalin për të kërkuar trajtim mjekësor në vende të treta nëpërmjet Izraelit gjatë vitit të kaluar, megjithse mijëra të tjerë kanë nevojë për kujdes jashtë vendit sipas Kombeve të Bashkuara.
Pavarësisht rihapjes së Rafas, Izraeli ende refuzon të lejojë hyrjen e gazetarëve të huaj, të cilët janë ndaluar të hyjnë në Gaza që nga fillimi i luftës, e cila ka shkaktuar shkatërrime të mëdha në pjesën më të madhe të territorit. Diplomati më i lartë i Iranit ka deklaruar në një intervistë se shpreson që do të ketë negociata me Washingtonin përkundër rritjes së pranisë ushtarake amerikane në rajon. Edhe pse forcat amerikane janë gati të godasin Iranin, ministri i jashtëm i vendit Abbas Araghchi ka deklaruar për rrjetin CNN të dielën se ishte i bindur se mund të arrijë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara mbi programin bërthamor të Teheranit. Për fat të keq ne kemi humbur besimin tek SBA si partner negociues, ka deklaruar ai për shkëmbimin e mesazheve përmes vendeve miqësore në rajon, po lehtësonte bisedimet, siç ka thënë frytdhënëse me SBA, duke refuzuar të premtonte se Irani do të angazhojë në bisedime të drejtpërdrejta me negociatorët amerikan. Araghchi theksoi nevojën për të marrë me substancën e negociatave dhe jo me formën. Duket se kishte një optimizëm të ngjashëm nga ana e SBA-s këtë fundjavë. Në bordin e Air Force One të shtunën, presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarëve se Irani po bisedonte seriozisht me ne. Komentet vinë ndërsa udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Khamenei përdori një ton sfidues duke paralajmëruar se çdo sulm i SBA-s ndaj Iranit do të rezultonte me një luftë rajonale. Duke ju përgjigjur komenteve të Khamenei të dielën, Trump tha se bota së shpejti do të shohë nëse Khamenei kishte të drejtë kur paralajmëroi se një sulm amerikan do të shkaktonte një luftë rajonale. Pse nuk do ta thoshte këtë, ka deklaruar Trump, duke shtuar se SBA ka anijet më të mëdha dhe më të fuqishme në botë atje, shumë afër Iranit. Progresi drejt negociatave të rinovuara duket se është penguar për shkak të kërkesave iraniane që ato të përqendrohen në çështjet bërthamore dhe refuzimit amerikan për të zvogluar praninë ushtarake në rajon. Kosova do të jetë një koqire e 2 kampioneve evropiane për Group Motion U20. Kështu ka vendosur Federata Evropiane e Handbollit, e cila ja ka besuar Federatës së Handbollit të Kosovës organizimin e këtyre ngjarjeve gjatë muajit korrek. Kosova do të vazhdojë të jetë qendër e rëndësishme e handbollit ndërkombëtar edhe gjatë vitit 2026. Këtë muaj në Prishtinë bëhet kampionati mesdhetar për handbollistët e Group Moshës U16, ndërsa marrin pjesë plot 12 ekipe kombëtare. Ndërkohë të dielën Federata Evropiane e Handbollit konfirmoi që gjatë muajit korrek, më saktësisht nga 12 deri më 19 në Kosovë do të mbahen 2 kampionate evropiane për handbollistët deri në moshën 20 vjeçare. Këtë vendim e mori Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Handbollit në Herning të Danimarkës, derisa pritet pjesëmarrja 13 ekipeve të ndryshme kombëtare. Federata e Handbollit e Kosovës tashë një kohë është partneri besueshëm i Federatës Evropiane të Handbollit, e cila vazhdimisht ja beson federatës tonë organizimin e ngjarjeve të rëndësishme kontinentale. Ndërkohë, organizimet e deritanishme janë vlerësuar me notë maksimale jo vetëm nga Federata Evropiane e Handbollit, por edhe nga federatat nacionale të kombëtarëve pjesëmarrëse. Të nderuar shikuesi, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëjtje.